Duke e lidhur situatën me dy lajmet që unë përmenda më herët, me probleme në Turqi, ne menduam të bëjmë një investigim të vogël. Blem rëndom në raftet e marketeve dhe në fakt unë kam kuponat tatimor, këtu janë kuponat tatimor që unë i kam blerë në disa markete në Tiranë, pra rrjete marketesh që ne i njohim të gjithë, nëse mund të ndihmoj regjia vetë një moment me pamjen e kuponave tatimor që unë të mos i mbaj në dorë gjatë. Pra, këto janë kuponat tatimor të cilët unë i kam blerë produktet në rrjetet e marketeve shqiptare. Kështu që ndoshta nuk ka shumë nevojë për afër. Nëse marketet tona janë, sepse janë gjitha rrjete marketesh legale që punojnë normalisht në Shqipëri. Ndërkohë, kjo është edhe video e produkteve që unë kam marrë në markete, i kam marrë vetë dhe janë dërguar për analiza në laborator. Në laboratorin Tenuis, një laborator i akredituar, i cili ka pranuar gjithashtu mostrat e dërguar nga qendra alert, për t'i analizuar për metalet rënda, për krypshmëri, aciditet, pH dhe pesticidet. Një numër shumë të madh pesticidesh, të cilën ai laborator e kryen, dhe kjo është pikërisht dokumenti që konfirmon pranimin e mostrave nga laboratori. Por, si thot kryeministi, s'keni parë gjë akoma, në fakt nuk keni parë gjë akoma, sepse deri tani është thuajse çdo gjë në rregull. Por alarmi vjen pas rezultatit të analizave. Ne kemi dërguar 12 mostra në laboratorin Tenuis për t'i analizuar pra për përbërësit që unë përmenda më parë, dhe nga 12 mostra Turqi importi, 10 mostra kanë rezultuar me probleme. 10 mostrat, pra të gjitha këto 10 mostra që kanë rezultuar me probleme, të gjitha kanë nga një pesticid të ndaluar në Republikën e Shqipërisë, edhe në Bashkimin Evropian gjithashtu. Njëra prej tyre ka 2 në fakt, por do ta diskutojmë me profesorin edhe më mbrapa, sepse njëri prej tyre aktualisht nuk është në listën e produkteve PMB-ve, pesticideve të lejuara, por është hequr vitin e kaluar dhe në momentin kur janë prodhuar turshit, pra lejohet për të përdorur, pra kur janë bërë perimet spari, kur janë kultivuar e më pas bërë turshi, ka qenë i lejuar. Gjithsesi kjo nuk e lehtëson situatën, sepse për sa koha është në treg, ai produkt nuk duhet të pra për sa koha ai pesticid është ndaluar, megjithatë është çështje analizash të autoritetit kombëtar të ushqimit. Në këtë situatë, në datën 2 shkurt, mbas mbledhjes të gjitha analizave, mund të largohen këto pamjet nga ekrani, në datën 2 shkurt, i kemi dërguar në mënyrë zyrtare, në rrugë zyrtare, autoritetit kombëtar të ushqimit me një shkresë zyrtare, pra qendra alert. Ky është edhe emaili që e kemi vënë në dieni, nuk është ky emaili, është alert për ndërhyrje AKU, kështu është i ruajtur në kompjuter. Jemi dërguar 12 raport analizat e laboratorit, si dhe shkresën zyrtare, me të cilin e vëmë në dieni autoritetin kombëtar të ushqimit, pra për punën që du ta bënte ai në fakt, për produkte, turshi konkretisht importi, me pesticide në raftet e marketeve tona. Pesticide të ndaluara, por pesticide edhe të lejuara, por që janë mbi normat pra të lejuar për përdorim dhe që janë mbi normat e lejuara sipas rregulloreve shqiptare. Duke i kërkuar zyrtarisht në formë alerte zyrtare, ashtu siç ndodh edhe me sistemin RASF, që i çon një email zyrtar, pra njoftim zyrtar institucioneve përgjegjëse të sigurisë ushqimore, aty ku produkti gjendet,